Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq që ja ku po ritakohemi, sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar rreth një ngjarje që në fakt ka ngritur pikpyetje të mëdha tek publiku shqiptar. Kam patur shumë SMS, kam patur shumë mesazhe në inboxin tim, ku më shkruajnë dhe interesohen si qëndron marrëdhënia e Brikenës edhe Mateos. Brikena ka hedhur një fotografi e shtrirë në një sedilje të një makinës pas, duke fotografuar male, do me thënë duke që është në një udhëtim, dhe me një zemër të thyer, do me thënë me një zemër të ndarë. Fotografit nga Instagrami i ka hequr me Mateon, tani nuk e dim nëse i ka fshirë apo i ka bërë privat, por fotografit i ka hequr, ndërsa nga ana tjetër Mateon vazhdon akoma ta ndjekën në Instagram. Tani në pamje të parë mua nuk më përputhen gjërat me situatën që po ndodh aktualisht. Brikena 2 ditë më parë nxori foto me vjerën e saj, me zonjën Zana. Për mua do t'ishte shumë keq në qoftë se Brikena do t'ishte ndarë me Mateon, por edhe më keq do të më vinte në qoftë se Brikena do ta përdorte këtë situatën për klikime, sepse nuk është e bukur. Publiku shqiptar e do Brikenën dhe Mateon, nuk i do klikimet e tyre, nuk e do shikueshmërinë e tyre, i do ato të dy dhe duke qenë ato të dy bashkë i ndjek. Tani unë mendoj që udhëtimi nuk lidhet me një ndarje sa mund të lidhet me një mall, që do me thënë Brikena ndoshta i ka marrë të gjitha gjërat nga Prishtina dhe do të pozicionohet në Tiranë, do të jeton në Tiranë, pasi që duhet të jetë çdo javë aty për të ndjekur edhe të gjitha organizimet që do t'i bën me emisionin She's on Top. Por mbi të gjitha nuk më duket mua një ndarje, se po të ishte një ndarje, Brikena do ta kishte ndryshuar edhe foton e profilit të Instagramit, një gjë që në fakt Brikena nuk e ka bërë, por domethënë vazhdon të jetë aktive në Instagram së bashku me Mateo Borin. Shikoj një situatë të tensionuar, domethënë shoh njerëz të cilët janë në një tension të jashtëzakonshëm, duke pyetur, duke shtruar pyetje se si qëndron gjëja, por unë mendoj që fotografit janë hequr nga Instagrami thjesht për të rritur kuriozitetin, sepse ndoshta çifti është duke sjellur diçka shumë më të bukur tek publiku shqiptar që do ta rrëzon në tokë të ndjesi. Tani nga informacione që kam unë kam informacione që çifti është shumë mirë dhe nuk e ndjej në fakt që Brikena dhe Mateo janë ndarë. Do të më vinte shumë keq sinqerisht në qoftë se kjo marrëdhënie do të kishte përfunduar.